Avokat, tani që hetimet për metën konkluduan, mund kemi një ndryshim mase të sigurisë apo do jetë e njëjtë si me zotin Berisha që pavarësisht se dosja vajnë gjyq para prak dhe në gjyq tani në themel, ai vazhdon të ketë një masë sigurie dhe detyrim paraqitje. Pra që do të thotë për zotin Meta, u mbyllën hetimet, nuk ka rrezik prishje provash, mund të lirohet? Atëre, në momentin ku prokurori përfundon hetimet, provat e ka mbledhur. S'ka qa prova tjera të mbledh, se s'ka. Prandaj përfundon hetimeve dhe prandaj nuk kërkon gjykatës heshtyrje të hetimeve. Në momentin ku prokurori vendos në 34 të kodit procedurës penale, do të thotë që të gjitha provat janë aty dhe masa e sigurisë humbet fuqinë. Pse? Provat janë aty, për të larguar nga vendi nuk është tentuar ky rast dhe për të prishur dhe për të bërë të njëjtën vepër penale apo më të rëndë, kjo nuk mund të ekzistojë sepse nuk ke prova që provohet kjo gjë dhe zoti Meta duhet të lirohet menjëherë nga qelia dhe të revokohet masa e sigurisë ndaj tij dhe të pritet të gjykohet shkalla e parë që do jetë me gjykim të zakonshëm, shkalla e dytë që do jetë me gjykim të zakonshëm, pra do presim shumë vite derisa të shikojmë zotin Meta të dënuar. Në rast se do të jetë dënuar apo jo, është çështje e gjykatës, e cila na pëlqen, kjo është. Tani, unë mendoj që zoti Meta do bëj veprimin më të mirë, të mundshëm, që të kërkoj revokimin e masës e sigurisë, sigurisht që gjyqtari apo gjyqtarja që mund ta marrë rastin në seancën paraprake mos të jetë Irena Gjoka, apo Shpata, nuk e marrë se ka emrin mbi emrin, e cila fut njerëz në burg kështu kur janë, edhe ajo e çuditshme është që si ka mundësi që dosjet e këtyre të opozitës është sikur prokurori thot kush ka shortin sot, Irena, po mirë, për Irena është kjo dosje. Kush ka shortin sot, ku ky tjetër, po jo nuk është për atë, po. Irena është po. Edhe inshallah mos të bi Irenës në seancën paraprake. Se mund ta liroj. Sepse mund ta liroj. Irena nuk e dia do ta liroj, por në rast se liron do të thotë që ka reflektuar kodin e procedurës civile, me penale, administrative, edhe me çështjen e Greqisë. Nuk e di. A ka avokat, ju lutem edhe diçka, ju tha që do të presim për të parë në gjyqin dhe më pas shkallën e parë dhe apelin e formës prerë për Metën. Po edhe sa duhet presim ndoshta për të mësuar kush ishte tradhtari brenda LSI-s, PL-s, që solli gjithë këtë. Dgjoj, unë nuk do të flas me emra, e di pse nuk do të flas me emra, sepse unë jam i bindur që kolegu Cakrani ka të dhëna të mjaftueshme, aty e kanë në fashikuj, por unë do të ftoj ty dhe unë do ta bëj këtë gjë, edhe te rasti Berisha, edhe te rasti Meta, unë do shkoj në gjyq. Do shkoj aty të dëgjoj. Nga kurioziteti, një, dhe e dyta, nga emrat që do dalin në skemë. Po mbaj mend, tek dosja Partizani dhe te dosja Meta, në çdo mbaj mend këtë që po të them. Dhe këtu do jemi, shëndet të kemi edhe ata që na dëgjojnë dhe këtu do të dëgjojmë të gjitha. Te çdo paragraf del emri Edi Rama. Po, te rasti Berisha do ftohet dhe Edi Rama të dëshmojë. Te rasti Meta do ftohet dhe Edi Rama të dëshmojë. Jo për Ilir Meta, por për Monikën Kryemadhe. Dhe do ftohet dhe pushteti ekonomik i vendit. Oligarkët. Jo. Ai është për mua është pushtet ekonomik, ai nuk e them oligark. Thamë, unë e dillalloj kush është oligarku dhe kush është pushteti ekonomik. Pra do të klasa politike në 30 vitet e fundit. Po te pushteti, shiko tani, te pushteti ekonomik do ftohet dhe një ish deputete e Partisë Socialiste. Asnjëri s'e din emrin. Jam i bindur për këtë gjë. Janë futur tek kur u flitet për një pushtetit oligark, pra pushtet ekonomik që propozojnë një oligarku që thënë këta në mënyrë të thjeshtë,
jam futur unë dhe kam gjetur në parlament ligjin që ishte propozuar në atë kohë, duke parë lajmet dhe jam futur dhe kam gjetur kush e kishte propozuar kështu. Dhe do shikoni një deputete cila nuk duket më në Partinë Socialiste. Po nuk e ka propozuar Ilir Meta ligjin. Prandaj them, masa e sigurisë ndaj Metës duhet të bie, Meta duhet të lirohet dhe të gjykohet në gjykim të zakonshëm. Për ata të cilët thënë, jo pse nuk duhet të lirohet, duhet të vuajë burg, më fal zotëri. Unë kërkoj të lirohem. Mirë, sepse në paraburgim fitoj 1.5 dita. Unë t'ju them juve, edhe gjyqësorit, ore mua, po do më dënosh më fusësh në burg, më dënoj që të bëj burg 1 për 1 ditët e mia për ku dali vendimi i apelit. Pse ti duhet më mashmon në burg ku unë nuk dua të përfitoj këtë të drejtë 1.5 dita?